Një konflikt banal për një borxh prej 100 euro për pak I kushtoi jetën një 38 vjeçari në Tiranë. Kamerat e sigurisë të një lokali në rrugën Myslym Keta në afërsi të Tufinës kanë fiksuar momentet e konfliktit mes dy personave. Agim Visha I kishte dhënë një vit më parë 100 euro borxh 38 vjeçarit. Ky I fundit, edhe pse e pranonte borxhin, kishte refuzuar ta kthente atë. Visha, pasi ka parë borxhliun të ulur në kafe së bashku me një tjetër person, është futur brenda dhe I ka kërkuar paratë. Fillimisht janë sharrë dhe ofenduar. Më pas, I riu qëllon me shuplak 50 vjeçarin. Kaq ka mjaftuar që Agim Visha të nxjerrë nga brezi armën që mbante paleje dhe të tentojë të vrasë 38 vjeçarin. Në pamje shihet I riu që mundohet të fshihet pas kurrizit të personit me të cilin ishte I shoqëruar. Menjëherë më pas kanë mbritur forcat e policisë të komisariatit numër 4 në kryeqytet, të cilat kanë neutralizuar agresorin. Kanë qenë kalimtarët e rastit ata që e kanë njoftuar policinë, e cila ka mbritur në vendin e ngjarjes duke bërë të mundur kështu parandalimin e krimit. Agim Visha I arrestuar tashmë është person I njohur për uniformat blu, pasi rezulton me precedent të mëparshëm penal.